Përshëndetje, unë jam Romeo Mile nga fshati Ivana i Libovës së Firit dhe kam rreth 25 vjet që kultivoj rrush tavoline. Fillimisht kam filluar me pak, duke mësuar nga emigrimi, pasi kam jetuar për shumë kohë në Siqeli, që merreshin vetëm me rrush tavoline, edhe e mbollëm e filluam këtë punë këtu. Avash avash filluam me 4 dylym. Tani kam arritur një sipërfaqe prej 6 hektarësh. Varietetet janë të ndryshme, duke filluar nga më të hershmit deri tek më të vonët. Zakonisht e fillojmë fushatën në fillim të majit dhe përfundojmë në tetor, nëntor deri në dhjetor, sipas tërheqjes së tregut. Varietetet janë të ndryshme, thamë përpara, rrush me fara, pa fara, ka shumë i kam. Shumicën e varieteteve i kanë mbjellë. Aktualisht sa dylym keni? Kam 6 hektarë rrush të kultivuar vetëm në serë. Dhe merrni një prodhim, sa shkon prodhimi afërsisht? Në një sezon? Nuk mund të cilësohet, pasi ka varietete që vite herë zen, herë nuk zen, pastaj varet nga smundjet, nga prekjet që kemi. Atëherë duke qenë se keni një prodhim të madh, keni probleme me tregun dhe ku e tregtoni prodhimin tuaj? Zakonisht rrushin e hershëm nuk kemi pas probleme me tregun, shitet, shumica shkon për eksport rreth 70%, pastaj edhe tregu i vendit, Tirana, jugu i Shqipërisë, më shumë. Kurse për eksport janë periudhat rrushi i hershëm, zakonisht të vonin, zakonisht e tregtojmë në Shqipëri për tregun e vendit. Aktualisht ku jeni duke tregtuar tash? Për momentin me tregun po punojmë dhe me Tiranën, edhe në Tiranë. Për eksport për momentin është i bllokuar, pasi po importohet shumë rrush nga jashtë dhe vendet konkurruese si Italia, Greqia, çmimet janë të ulta dhe arrin ta sillin edhe në Shqipëri, me çmimet konkurruese. Sa konkurroni juve produktin e eksportit, importit? Atëherë ne si cilësi mund të themi që urremi të bëjmë cilësi ekstra për mallin, pasi unë kam jetuar për shumë vite me këtë punë, jam marrë dhe atje. Malli është ekstra, prodhojmë zakonisht gjithë Libovës, në Shqipëri po bëhet rrush shumë cilësor për këto kohët e fundit. Edhe problemet janë gjitha vetëm rrjeti tregtar, që nuk arrim të eksportojmë siç duhet. Pasi si fermer akoma jemi shumë të vegjël dhe nuk mund të organizohemi që të arrim të eksportojmë vetë. Më vonë po kërkojmë të organizohemi që të krijojmë ato shoqatat dhe ato magazinat tona. Për të qenë eksportues direkt. Çfarë duhet bërë sipas jush për të patur një treg sa më të garantuar? Pikë e parë na duhet një pikë grumullimi Libovës, të paktën ta bëjmë si fermer. Edhe të arrim të bëjmë kontratat tona. Të qesim direkt. Duke qenë se në Libovës ka shumë prodhim? Nuk ka prodhim rrushi. Më shumë rrushi i hershëm është përqendruar në Libovës. Shumë fermerë prodhojnë rrush në Libovës tashme, e kanë lënë drithin, është domosdoshme një pikë grumullim. Po, është shumë e vërtet, shumë çuna të rinj kanë filluar 3-4 vitet e fundit, po merren me këtë punë. Kanë mbjellë vreshtat e reja, kanë filluar të prodhim edhe e gjithë rinia me këtë punë po merret. Të gjitha deri tani në Libovës nuk ka asnjë interes tjetër. Dritrat edhe me sera perimesh nuk merre vetëm me rrush tavoline. Sa problem është për ju krahu i punës, gjetja punëtorëve? Po deri tani ja kemi dalë disi, me mundim po ja kemi dalë. Po kur të vi momenti do marrim migrantë ne, kemi thënë. Është domosdoshme. Kur është ai kulmi i punës ka nevojë për punëtor, paktën sezonal na duan.